Janë 3 lloje postimesh që mua më kanë ndihmuar të marr klient nga rrjetet sociale si freelancer. Dhe nëse ti po poston çdo ditë dhe nuk ke klient, atëherë bëje save këtë video sepse do të duhet me patjetër. E para, postime edukative, por jo ato postimet e thata me këshilla që i gjen kudo. Postimet edukative që funksionojnë sot janë ato ku ti i mëson njerëzit përmes eksperiencave tua reale. Pra, jo vetëm për shembull të thuash përdorni hooks të mira në Reels, por mund ta formulosh ndryshe. Kur fillova të ndryshoja 3 sekondat e para të Reelsave për klientët e mi, videot filluan të merrnin më shumë watch time dhe më shumë mesazhe për klientët. Në këtë mënyrë ju jo vetëm edukoni, por krijoni autoritet, sepse kur ti mëson të tjerët nga eksperienca jote, dukesh dhe je më autentik, krijon besim dhe njerëzit e kuptojnë që ti realisht ke punuar me klient. Jo vetëm kaq, por në këtë mënyrë ju alternoni edhe storytelling. Kjo e fundit e komunikon mesazhin në një mënyrë shumë herë më të fuqishme. E dyta, prova. Këtu në fakt shumica e freelancerave gabojnë. Nuk mjafton vetëm postosh një logo apo një video të bukur, duhet tregosh se çfarë problemi kishte klienti, çfarë ndryshove ti dhe çfarë rezultati solli kjo si rrjedhoi. Për shembull, klienti postonte çdo ditë por nuk merrte mesazhe. Ajo që bëm ne, ndryshuam hooks, por ndryshuam edhe call to action. Brenda një muaji, ky klient kishte më shumë njerëz të interesuar për produktin e tij në inbox. Ky është content që krijon besim. Dhe e treta, postime authority, por pak më ndryshe se sa postimet edukuese që përmenda në fillim. To janë postime ku ti tregon eksperiencën tënde dhe mendimet e tua si profesionist. Për shembull, analiza faqesh, mendime për marketingun ose për fushata të caktuara që ndoshta po bëjnë të tjerët, gabime që shet tek bizneset, gjëra që ti ke mësuar nga puna me klientë real, sepse klientët nuk duan vetëm dikë që di të postoj, por duan dikë që e kupton biznesin. Nëse faqja jote ka vetëm quotes, trende apo postime të rastësishme random, do dukesh si gjithë të tjerët. Nëse ti kombinon edukim, prova dhe autoritet, faqja jote do fillojë të sjellë klient pa patur ti nevojë që të bindesh dikë në inbox që të blej apo jo shërbimin tënd.